Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Vlorës kanë arrestuar në flagrancë shtetasin ED 24 vjeç banues në Orikum, pasi dyshohet se në datën 28 maj ka tentuar të hyjë për të vjedhur në një fast food në Vlorë, vend ku kishte vjedhur edhe 4 ditë më parë një shumë parash. Kanë referuar materialet në prokurori dhe nisë procedimi penal për shtetasin AJ 64 vjeç banues në fshatin Sherisht, pasi në datën 28/5 në fshatin Sherisht ky shtetas për motive të dobta ka goditur me sende të forta shtetasin VS 67 vjeç banues në të njëjtin fshat, i cili si pasojë e dëmtimeve ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Kanë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi penal për shtetasin GP 24 vjeç banues në Vlorë, pasi në datën 27/5 dyshohet se për motive të dobta ka goditur me grushta shtetasin DA 41 vjeç. Kanë referuar materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin FB 27 vjeç banues në Vlorë, pasi më datën 28/5/2025 dyshohet se ka vjedhur targën e një automjeti tip Ford. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Imarës kanë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi penal për shtetasit MD dhe AZ, pasi dyshohet se në plazhin e Gjipes kanë vendosur strukturë druri të çmontueshme, përkatësisht 2 njëri dhe 1 tjetri, pa lejen e organeve kompetente. Specialistët e sektorit të trafikut urban dhe interurban kanë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi penal për shtetasin RB 67 vjeç, pasi në datën 27 maj, duke drejtuar automjetin tip Seat në aksin rrugor Vlorë-Fier, rrugën e Vjetër, është përfshirë në një aksident rrugor ku si pasojë është dëmtuar jashtë rreziku për jetën shtetasja AO 71 vjeçe dhe është larguar nga vendngjarja. Materialet janë referuar prokurorisë për veprimet të mëtejshme hetimore.